Do të shkojmë tani në Ferizaj, të nderuar teleshikues, atje do të shënohet dita e çlirimit, mbahet mini maratona Vrapojmë me policin. Është zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli. Intervistën do ta zhvilloj kolegu im atje, Driton Ramadani, lidhemi bashkë me ta. Driton, mirëmëngjes, të përshëndes. Mirëmëngjesi, Alketa, për juve në studio dhe për të gjithë teleshikuesit tanë kudo që janë duke na përcjellur në këtë orë. Duhet të theksuar se sot Ferizaj shënon 26 vjetorin apo 26 vjetorin e ditës së çlirimit nga okupatori serb dhe për këtë janë parapar një sër aktivitetesh që të shënojnë në këtë ditë të çmuar për popullin shqiptar dhe sidomos për qytetarët e Ferizajt. Duhet të theksuar se në orën 10 do të bëhen homazhe tek varrezat e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Më pas në orën 11:30 do të jetë edhe mini maratona Vrapojmë me policinë tonë. Në orën 17 do të jetë një orë letrare, kurse të gjitha aktivitetet do të përmbyllen me një akademi dhe me një koncert festiv në orën 19. Mirë po, ne jemi këtu për të biseduar për mini maratonën Vrapojmë me policinë tonë. Dhe siç e thatë edhe ju, me ne është zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli. Nderuar, mirëmëngjesi dhe urime kjo ditë. Urime dhe juve, urime gjithë qytetarëve. Mirëmëngjesi për ju, kolegët tuaj në studio dhe gjithë atyre që po na ndjekin. Atëherë, tradicionalisht tani për shënuar këtë ditë të çmuar, mini maratona Vrapojmë me policinë tonë. Edhe këtë vit organizohet në Ferizaj. Po, Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, në bashkëpunim me njësitë varëse dhe në bashkëpunim me Kuvendin e Trimëve dhe vullnetarë të ndryshëm, të mbështetur edhe nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës Ferizaj, po organizon edicionin e 9 të mini maratonës Vrapojmë me policinë, e cila do të mbahet sot nga ora 11:30, siç e theve ti. Do të starton nga këtu, palestra e sportit, në shiritin e majt të rrugës Ibrahim Ademi në drejtim të Shtimës, përshkon një shteg prej 5 kilometrave deri te parku i Lirisë, rreth rrotullimit dhe anasjelltas. Kjo mini maraton ka qëllimin rekreativ, sportiv, por edhe human nga që mjetet e grumbulluara nga kjo mini maraton do të ndahen disa familjeve në nevojë që do të përzgjidhen nga qendrat për punë sociale. Sa është interesimi i qytetarëve, jo vetëm atyre që janë aktiv, do të thotë në aktivitetet sportive, por edhe qytetarët e tjerë simbolikisht, nëse mund të themi, për të marrë pjesë, por edhe për të kontribuar, sepse thatë mbi gjitha e ka një simbolik apo qëllim human. Është interesant se këtë vit kemi pas një interesim të jashtëzakonshëm, përveç klubeve sportive qytetarëve të ndryshëm, me kohë, do të thoya kështu në rekord, janë shitur të gjitha ato bluze që Kuvendi i Trimëve, anëtarët e Kuvendit të Trimëve i kanë shitur në sheshin e Ferizajt atje. Bluza ka kushtuar 5 euro, si zakonisht është një çmim simbolik që në ato mjete pastaj t'i ndihmojnë familjes, siç thash më herët. Pra interesimi këtë vit ka qenë jashtëzakonisht i madh. Po kuptohet që tash policia me shumë aktivitete, me projekte të ndryshme, me komunitetin, po i afron qytetarët dhe po e kuptojnë rolin e policisë, se përveç që e ka rolin ti fut ata në aktivitete të përbashkëta, por ata të besojnë më shumë në policinë, në aktivitetet e tyre, për shkak se kanë qëllime të mira. A do thotë kjo se ky besim që po rritet po e bën që numri atyre ndoshta vitin tjetër të kemi, sepse do të shënojmë edhe 10 vjetorin e kësaj mini maratone, të jetë edhe më i mirë. Po në këtë rast këtë vit janë porositur paraprakisht 415 bluze apo fanela me këto mbyshrime siç e kam dhënë, dhe të gjitha në afat rekord janë shitur. Shpresojmë dhe besojmë që vitin tjetër, sigurisht me që është edhe po bëhet një dekadë e kësaj mini maratone, sigurisht që do të arrisim numrin. Ne i marrim për masat e interesimit edhe për shkak se rajoni jonë mbulon edhe 5 komuna, Ferizaj, Kaçanek, Shtime, Shtërp, Spanjelizit, edhe komuna tjera ka pas shumë interesim për t'ju bashkangjitur kësaj mini maratone, por edhe jashtë rajonit tonë edhe në nivel qendror. Sa është vështirë të organizohet kjo mini maraton? Po ne me sepse lyp angazhim. Po, patjetër. Ne me kohë e kemi të krijuar një grup punues, të cilët paraprakisht ata mblidhen, koordinohen,
në bashkëpunim edhe me komunën, ftojmë në një takim të parë, pastaj në takime tjera, mirë po do një angazhim jashtëzakonisht të madh për të organizuar këtë mini maraton, për shkak se kemi të bëjmë edhe me ftesa të ndryshme, njësitë e KFOR-it, pastaj të FSK-s, të komunës e institucionet e tjera, duhet një angazhim jashtëzakonisht i madh. Thatë se starti do t'jetë këtu, do të vazhdojë deri tek rrethi para se të shkojmë tek Parku Liria për të kthyer këtu. Do të ketë ndërprerje të qarkullimit se ndoshta ata që na përcjellin atë do të kalojnë apo do të jetë lëvizja nga ora 11 njësitë e policisë, trafikut edhe të stacionit policisë të Ferizajt do të bllokojnë njërin korsi të rrugës Ibrahim Ademi. Do të jetë për automjete, do të jetë e lirë kërsia anës të djathtë në drejtimin i shtimës, ndërsa kjo kërsia ku jemi ne këtu në të majt, do të jetë e dedikuar për garuesit. Kështu që ndoshta do të ketë vështirësi në komunikacion, mirë po policët do të orientojnë të gjitha automjetet që mos kemi pengesa në rrugë. Ndoshta 5 minuta do të jetë ajo vonesë gjatë qarkullimit sepse do të jetë lëvizja. Po do të jenë secili polic në secilin pjesë kyçe ku do të orienton trafikun dhe besoj që do të kemi ndonjë të lashtë. Keni paraparë ndonjë problem apo mjafton me janë paraparë edhe shpërblimet, siç e the edhe ti. Mirë njohje, medalje, kupa për ata garues që i fitojnë vendet e para, vendet e dyta dhe vendet e treta. Unë të falenderoj shumë, falenderoj gjithë stafin tuaj, por edhe të tjerë që janë angazhuar që kjo mini maraton të shkojë siç është më së miri dhe ta ketë atë qëllimin e vet, bashkëpunimin me qytetarët, po mbi të gjitha ta ketë edhe qëllimin e bamirësisë. Faleminderit për juve, televizionit RTK që po i përcjell gjitha aktivitetet tona, urime dita e çlirimit domethënshëm. Faleminderit shumë edhe një herë, ndërka që mua nuk më mbetet gjë tjetër, pas që të ftoj që në orën 11:30 t'jeni së paku edhe për të parë se si po rrjedh kjo mini maraton, po pse jo ndoshta në atë kohë në mënyrë të lirë të bashkangjiteni këtij aktiviteti, por edhe aktiviteteve të tjera të cilat janë parapar për 26 vjetorin e ditës së çlirimit të qytetit të Ferizajt, duhet theksuar se edhe komuna tjera për rreth sot shënojnë ditën e çlirimit nga okupatori serb. Studio. Po, drejton, falenderojmë shumë për këtë intervistë që përcollen në Mirëmëngjesi Kosovë.